Ka duke i rregulluar. Që vjen nga shkolla, nga Korça, dhe fëmijët nga Korça kanë si dhurata të personalizuara për fëmijët. Tani për Arsin një nxënës të ka shkruar, se çka ka shkruar nuk e di. Atëherë nga cilët nxënës vin zyshe? Atëherë vin nga shkolla Demokracia në qytetin e Korçës. Zëstër janë në klasën e 3 B dhe bashkë ata që morën vesh që ne do të bashkohemi në urimin për festën e 1 qershorit, që të lumturojmë juve që sjellni pak buzëqeshje. Na u afruan edhe ata dhe kemi bërë disa dhurata të bukura që shpresojmë t'ju pëlqejnë. Ju uroj gëzuar, shëndet, suksese, mbarësi dhe qofshin fëmijë të lumtur. Shpresoj t'ja gjejmë dhuratën e fëmijë të lumtur. Çfarë themi, shumë faleminderit, ha? Shumë faleminderit. Prezantojmë dhurata e Alicia. Kaloj një cigana kështu. Do të prezantojmë një çik. Do të bëjmë një çik pjesën e detyrave. Vetëm një shkurtë. Mirë se keni ardhur. Shkoj të gjithë të kanë ardhur këta. Ne kemi Leja një qika, të bëjmë një qik prezentimi një herë. Dhe ndosi Qika lo të ses me pas, në ndoshtë. Meri, bëri atë në po. Bravo. Jam kolegët e mia. Ja të marrin nga ne, merë fakturë dhe shko pasaj dhe këtë pjesë. Bravo! Si do të thua? Vetë të jepja mamit edhe me një dhuratë. Bëra, po ti mami. Ashtu është mami sot. Si keni ardhur në pak zëri? Sa bukur. Mund na i tregoni keni libra për fëmijët që mund të keni sjellë. E para njëherë, faleminderit që sensibilizoni gjithmonë dhe na sillni ndihma për fëmijët që janë në problem. E dini çfarë problematika është ka fëmijë? A keni ndonjë foto të dëshmirë që vërtet që duroni, po ta dini kur ja jepni këtë gjë. Janë fëmijë që kanë probleme të talasemisë, të hemofilisë. Janë probleme të trashëgueshme të gjakut. Kështu që si të rinj që jeni, përpara se të vendosni të ndërtoni familjen tuaj, përpara se të lidheni me të tjera, duhet të bëni analizat e gjakut, elektroforezën, për të parë nëse jeni mbartës të sëmundjeve të talasemisë ose të hemofilisë të tjera. Është një analizë që duhet bëhet gjithmonë nga të rinjt, kjo duhet sensibilizuar. Tjetra, një pjesë e fëmijëve që vinë këtu janë mbartës të këtyre problemeve të gjakut dhe kronik ose shtrohen në të tëra. Çdo libër që ka ardhur për ju do shkojë tek fëmijët, do të pasuroj bibliotekën tonë. Dhe natyrisht do të sjell një buzëqeshje në sy të fëmijëve që kanë probleme shëndetësore. Kështu që ju faleminderit. Bravo që ju gjithmonë një dorë të keni për ju dhe nëse kemi ndonjë gjë nga ju. Tani i keni vlerë, i keni qeveria në zëzë. Qeveria në zëzë dhe dorim bënim të nismë për si autoratë me festën e 1 qershorit dhe rast për fëmijët. Ne duam ta falenderojmë gjithmonë Çajupin sepse është hera e tretë që bashkë me ne keni gëzuar për vitin e ri fëmijët. Na keni gëzuar duke na sjellë mjete të nevojshme, qoftë për printim, qoftë bëjra kolor të cilat harxhohen. Dhe ne përshtasim mësimdhënien sipas nevojave të çdo fëmie. Sille gocën këtu apo mërzit. Eja pak të mësusja.
Eja pak të mësusja. Hajde pak e mua, të t'japim lorë. Hajde zemra, kush ka mërzitur ty? Mama, tu mami, shive që kanë si të bela më, do të shty për shoku tona, edhe e di kush është kjo? Ilsa. Kush i di?